Marrëdhënia mes Donald Trump dhe Elon Musk ka hyrë në një fazë të re tensioni, me presidentin amerikan që la të kuptohet se subvencionet për kontratat qeveritare për kompaninë e Musk mund të jenë në rrezik. Në një postim në rrjetet e tij social, Trump akuzoi Musk se ka përfituar më shumë subvencione se çdo individ tjetër në histori dhe shtoi me ironi se pa to, miliarderi do të ishte kthyer në Afrikën e Jugut. Trump hodhi gjithashtu dyshime mbi Departamentin e Efikasitetit të Qeverisë, një iniciativë ku Musk ka pasur rol të rëndësishëm, duke sugjeruar se mund të kthehet kundër vetë themeluesit të Teslas dhe SpaceX. Ai madje sugjeroi që Departamenti i Shëndetësisë të ndërhyjë për të shqyrtuar situatën. Sipas Washington Post, Musk dhe kompanitë e tij kanë përfituar rreth 38 miliardë dollar nga shteti përmes kontratave, kredive dhe lehtësirave fiskale. Ndërkohë, përplasja publike mes dy figurave ka ardhur pas prishjes së marrëdhënieve që më parë dukeshin miqësore. Shkaku kryesor, mos pajtimi për projektin e ri të propozuar nga Trump, i cili synon rritjen e shpenzimeve që mund të çojë në shtimin e borxhit federal. Musk e ka kritikuar hapur projektligjin, duke paralajmëruar rrezikun e lizvendësve që do të mbështesin dhe duke lënë të hapur mundësinë e krijimit të një partie të re politike. Zyrat e buxhetit të Kongresit vlerësohen si projektligji që do të shtojë rreth 2.4 trilion dollar në deficitin për gjatë 10 viteve të ardhshme.